Lačudive pakvaledi kamne emisija ko Gjivdi Petu Menca. A rekljoban je kjaveruni emisija Gjivdi Petu Menca, koja transmitingjola në ekranja televizija ko syri, a në ramje projekte skol Romano Medije, projektikova implementingjol kota organizacija Roma in Action, a në lede i pe emisijasa TV Syri Vizion, taj koja piko ingjol kota emisija OSB ani Kosova. Pakvale shunam në avdive, ani amari renduni emisija Gjivdi Petu Menca, u labgjam kaj të tërtrina i tema, vash o mahatnipe Romana Qibjako, ani sakoja ver, sakoja institucija, sakoja tan e lumjako, u labgjama kaja tema vash u sebepi kaj o 5 novembri, manifestingjol sar lumjako dive Romana Qibjako, te ververut në aktivitetja, organizingjon vash o sebepi avoki pasko, kaj te promovingjol, te respektingjol, taj te vastingjol, amari dajakiri qib i Romani qib. Panglo 5 novembri, lumjako dive Romana Qibjako, ani Gjakovaci komuna realizisale nesave aktivitetja, vašu sebepi kajte avokingjol, vašu promovipe Romana Qibjako, ano sasokova institucija kaj pangljola e informi pasa numaj ini o institucije kotaro lokaluno taj centraluno niveli. Olafisi kaj anoramje ofiseso vaš komunitetja taj inaripe, ano redeipe amare organizacija sa Roma in Action, organizisali ektrujalluni mesalin kote dendilo nota vaš akava mahatno dive Romana komunitetesko 5 novembri lumjako dive Romana Qibjako, kaj në kava aktiviteti lele kotor reprezentja kotaro lokalune taj centralune institucije, kaj ne nota vaša kava dive bahta kergje romen vašo 5 novembri Romana Qibjako divesko, numaj ini biqaldile ververut në mesazhe vašu sebepi kaj i Romani Qib te garavgjol, te vastingjol, taj te promovingjol, ano medje, ano institucije, taj ano aktivizmi. Ponaki pega dika jek gatisarni istorija kotari publika në radi televizija Kosovaki i Romani redakcija kaj realizingja ano ramja mare beshi pasko kaj realizingja mani Gjakovaci komuna, te dika sesova kergje o lokalune institucije, centralune institucije, numaj vakergja ini o hramarno deklaracijako vašo 5 novembri lumjako dive Romana Qibjako rajo da učilanđi, kova motavgja ini bađakja kaj resla i Kosova vaš o promovipe, garavipe, taj respektipe e Romana Qibjako. Dika i gatisarni istorija, taj na ramen paljem ano studio. Pe 5 novembri, ramingjola lumjako dive Romana Qibjako. Jek dive kova promovin la qib, kultura, ta edukipe Romane komunitetesko anisa lumja. Akava dive, ana visalo angluniverano Zagreb, pe besh 2008, iniciativa e rodlarneski, ta e Romane politikaneski Veljko Kajtazi. Ano prezenti pe anglune lavoresko pe Romani ta Kroatjuni qib. Palo pikoj pe kotaro amali pe Kali Sara, taj mashkartemutni unje e Romengi o 5 novembri majdosna pengjardilo ofisionaluno kotaro Kroacijako parlamenti ano besh 2012. Taj pe besh 2015 UNESCO anavingja kaja data sa lumjako dive e Romana Qibjako. La qëtu më rëgjëve, Budbach sa stipe la qëpe sa të mengje kja vilen për ka vëzgjës no gjilif. A gjëve si baro gjëve Romengo. Nas samo katea mende në Kroacija, veç kaj god kaj si e Roma. Egolese, amalalen, pralalen, pejalen, me avol bahtalo, amaro sa të mesko dives e Romane Qibjako. Me se butlo shalo, ke shaj ke bachara katare Romani Qib. Amin qërdam kalat desh besh, kua so kujtë sadam, so si jame në mërë më gogje, kështi možda majla që e romenjë, ja kanë që ke roma ke gjanë suma janë glal katare Qib. But teme samen. But bare. Samen pivi katare standardizacija, katare kodifikacija, e Qib amari e romenjë, ani familia, e Qib e romenjë, ani institucija, e Qib sarke ujedinilpe, znači kja vol je ekipe Qibači,
onda samen çip ani teknologija, znači po internet alfabeta që vol rumenji, amare Roma rode na mendar che putraga se vi buce. Me koja bucina Shtiv Kokoro me Biljesko, ali duđene bashk, taj vi siamen dumo kataramare Roma che siano parlamento, ta ga se vi buci mora sam che putrala, ta mora sam che besha, ta che nisi che c'era ga se vi buce. La ciò domano give. Bud baksa stipela ci pesa tu menge. Aka kanaci di Lisala man pekava parco. Taj bud nice Mareo Shurtoj Forosko che l'escola si o Milan Bandic, ja kanček me taj vo taj Kalisara Čerdam Kavatan che a Cardo o 5 novembro sate mesko dives romaneci va. Salvaciada vo vi massima baropa CP hanno 8 aprilo kaka ceraka te klači bari skulptura skulptura ka vo pote katide mascaral ja kanči vodu bukja vo katide bari 3 metre të bukja avo bari. Vjen drop najsa të menje kja evident kaj mu kap të menje good bak sa stipe tela cipe. Kola so vaća dențera mai ngla. Aci ve najsamo sa temesko divese romani cibako, aci ve si vi o Biandino Give e Romengo. Biandino Give e Romengo. Ostatto si sostaje participantura andar dešćenja tema mangen sa trenutno dives Romani Čibjako, to vode se maška trenutno priđali. Ten taj svakone bešeske ko 5 novembro to bilo obano dives Romani Čibjako. Ando Zagrebo, po 5 novembro 2025, saje participantora sa veso sas, taj sa veso den lepili signatura kodola pande lavaso amen dan kodola trin palone divesa sa vedne ketan buti. Taven saste, veste, taj najstrumen gesarenget sa veso situmen intereso tediken o paripe Romane Čibako andi ziluk. Adive, te shushov tema evropake konsileske, penjana e romani qip sar minoritaruni qip, sar si pe evropaki karta vash o regionalune qibja, vaj e minoritetjenke. Akava dive, si to jak pelari pepe godi vash baro moli pe kaj, o roma silen qip, ano kulturako barvali pe evropako taj lumjako. Vjani Gjakova e organizacija Roma in Action organizingja ohramipe e pošto novembresko. Kotelele kotoro komunake akterja, politikune reprezentja, civiluno amalipe, ta aktiviste romane komuniteteske. Është kënaqësi me qenë me ju sot, në ditën ndërkombëtare të gjuhës rome, edhe në të njëjtën kohë me ju uru gjithëve, përmes teje, po gjithëve që jeni këtu, shumë urime. Faleminderit shumë deputetit Kinolli Albert, na jemi miq moti, kemi qenë bashkë edhe një legjislatur. Faleminderit shumë Armend, faleminderit gjithëve, Dautit, gjithë juve që jeni këtu. Tash e para që e kisha bërë sot është patjetër me falenderu emrin edhe gjithë kolegët e tij në Roma in Action për punën që e bojnë edhe me i përgëzu për punën që e bojnë për komunitetin, për shkak se kjo është diçka që na leton punën edhe neve si institucione. Na bën më të lehtë me qenë afër bashkëqytetarëve tonë. Du më ju përgëzu për insistimin edhe për dedikimin që e keni për komunitetin rom, po në të njëjtën kohë edhe për komunën tuaj, për Gjakovën, për shkak se janë ndërlidhura mes veti jashtëzakonisht shumë, edhe unë njihna mirë kur e shoh punën e juaj. Dhe me vërtet njihna mirë dhe nuk besoj që ka bashkëqytetar tjetër të komunës Gjakovës që nuk njihet mirë kur kemi organizata të cilat me të vërtet dedikohen.
Shumë faleminderit edhe një herë që në mënyrë institucionale sot na keni mundësu që për dikur për ne ka qenë ëndër që në Gjakovën, ku unë e kom derën dhe kënaqësinë që sot e kom familjar këtu, për shkak se me krenarin më të madhe për e thomë që unë jam edhe nip edhe dhondra i Gjakovës, mirë po një ëndër e kaq moçme na u ka bërë sot realitet që të falenderoj institucionet e Republikës Kosovës, nivelin qendror po dhe nivelin lokal, po dhe kryetarin Gjini, që sot ne po e festojmë ditën ndërkombëtare të Romëve dhe po na është mësuar që në gjuhën rome të flasim në Gjakovë. Kjo është një arritur e madhe, jo vetëm për komunitetin rom, po në përgjithësi për gjithë qytetarët e Gjakovës, qytetarët e Republikës Kosovës, institucionet qendrore dhe institucionet lokale. Pa dashur me hyrë në historikun të cilën veç e përmendi edhe emra, është më rëndësishme sekret që ky aktivitet edhe kjo ditë e ka nismën nga 8 prilli i vitit 1971, kur në kongresin e parë në Orpington të Londrës janë mbu themelet e komunitetit rom për himnin Gjelem Gjelem, që ne të marrim epitetin apo emrin si Rom, që gjuha jonë tjetë gjuha rome, për himnin Gjelem Gjelem, për flamurin të cilin e gëzojmë sot, dhe nder dhe kënaqësi ka qenë për ne që si Rom i parë nga Kosova dhe i tërë Ballkani, si pjesëmarrës ka qenë Nusret Sarsoj nga komuna e Prizrenit, gjithësisht nga lagja më e madhe rome në Ballkan, nga lagja Trezim Hall. Kështu që kjo neve na bën të ndihemi krenar që në këtë kongres të komunitetit rom, i cili është të mbajtur në Londër, ta kemi përfaqësuesin ton nga Kosova, gjithësisht nga Prizreni. Unë edhe një herë dëshiroj ta falenderoj kryetarin Gjini, me cilin kemi pas bashkëpunim edhe nivel qendror, po edhe nivel lokal, dhe i ka qenë ai i pari i cili na ka hap dy herë kur me përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kemi pas takim zyrtar me kryetarin Gjini dhe kemi filluar mësimin fakultativ për kulturën dhe historinë rome në komunën e Gjakovës në krye me kryetarin Gjini dhe me zotëri Emrën. Mirë se erdhët në këtë konferencë apo takim të rëndësishëm kushtuar ditës botërore të gjuhës rome, që çdo vit me 5 nëntor që nga viti 2008 festojmë gjuhën rome, romani çip, një pasuri kulturore, historike dhe shpirtërore e një komuniteti të lashtë dhe të qëndrueshëm që ka kontribuar në kulturën botërore për shekuj me radhë. Kjo ditë u shënua për herë të parë në Kroaci më vitin 2008 me nismën e studiusve organizatave rome dhe institucioneve kulturore. Iniciativa u bë realitet falë për kushtimit të komunitetit rom për të ruajtur dhe promovuar gjuhën e vetë. Në vitin 2015, UNESCO e njohu zyrtarisht 5 nëntorin si ditën botërore të gjuhës rome, duke ngritur këtë ditë në një rang ndërkombëtar. Sot, kjo ditë nuk është vetëm një datë në kalendar, por një mesazh i fuqishëm për identitetin, dinjitetin dhe të drejtat e komunitetit rom. Gjuha, më shumë se sa fjalë, ajo është kujtesë kolektive historike, muzikë, traditë, mënyrë jetese dhe mbi të gjitha dëshmi e një rezistence kulturore. Gjuha rome është ura që lidh brezët rom me rënjet e tyre, me kulturën, legjendat, këngët dhe historitë që kanë udhëtuar për shekuj në përbot. Ajo është një mjet i fuqishëm për identitetin, arsimimin, përfshirjen sociale dhe barazinë. Për një komunitet që shpesh ka përballur apo është përballur dhe përballet me paragjykime dhe diskriminim. Promovimi dhe përdorimi i gjuhës së vet është akt fuqizues dhe emancipues. Sot me këtë festim ne dëgjojmë një mesazh të qartë të diversitetit gjuhësor si pasuri, çdo gjuhë është një dritare drejt botës.
Dita botërore e gjuhës rome, në anglisht World Roma Language Day, përkujtohet çdo vit me 5 nëntor. Qëllimi i kësaj dite është të promovojë në mbar botën gjuhën rome, identitetin dhe trashëgiminë kulturore të popullit rom. Me 5 nëntor, sikur që e përmenda më herët, në vitin 2008 në Kroaci, në Zagreb, gjatë paraqitjes së fjalorit apo publikimit të fjalorit në gjuhën rome dhe kroatisht dhe anasjeltas, përfaqësuesit e komunitetit rom dhe institucionet lokale nënshkruan një deklarat apo një kartë që shpallte 5 nëntorin si ditë e gjuhës rome në Republikën e Kroacisë. Në nëntor të vitit 2009, gjatë simpoziumit botror për standardizimin dhe kodifikimin e gjuhës rome, nga 3 deri më 5 nëntor në vitin 2009, u lëshua një deklarat ku kërkohej njohja ndërkombëtare e 5 nëntorit si ditë botrore e gjuhës rome. Me 4 nëntor 2015, organizata UNESCO shpalli zyrtarisht 5 nëntorin si ditën botrore të gjuhës rome. Gjuha rome është një prej mënyrave kryesore për ruajtjen e identitetit kulturor të komunitetit rom. Ajo mban histori, mite, tradita dhe të folurit që nuk shkojnë vetëm për komunikim, por për të ndarë përvojë dhe përkatësi. Njohja dhe përdorimi i gjuhës rome kontribuon në përfshirje sociale, edukim dhe barazi. Për shembull, në shumë vende përdorimi i gjuhës në mësimdhënie dhe media është një hap drejt përmirësimit të shanseve për komunitetin rom. Duke qenë se komuniteti rom shpesh përballet me diskriminim dhe marginalizim, promovimi i gjuhës rome dhe njohja ndërkombëtare e saj është një mënyrë për të forcuar dinjitetin dhe vetbesimin. Çfarë organizohet në këtë ditë? Organizohen evente kulturore, konferenca, aktivitete edukative dhe mediatike në të cilat theksohet rëndësia e gjuhës rome, zërat e komunitetit rom dhe nevojat për përfshirje. Në disa vende, sikurse në Kosovë, gazetarët, aktivistë dhe organizatat të komunitetit përgatisin përmbajtje në gjuhën rome, intervista, podcaste apo artikuj për të hapur dialogun në lidhje me gjuhën dhe të drejtat e komunitetit. Kur kemi të bëjmë për ruajtjen e gjuhës, ruajtja e gjuhës son është detyrë e jona. Çdo fjalë që mësojmë, çdo këngë që këndojmë, që ruajmë, çdo fëmijë që mëson romanit shqip, është një hap drejt një të ardhmeje më të fortë dhe më krenare. Le të ndërtojmë rënjet tona, kjo është një apel për komunitetin, le të jemi gardianët e kulturës son dhe le të sigurojmë që romani shqip të tingëllojë gjithmonë me krenari, me dashuri dhe me respekt. Andaj do e bëj edhe një thirrje për të gjithë, le të përdorim këtë ditë për të inkurajuar mësimin dhe mësimdhënien e gjuhës rome në institucionet arsimore. Le ta bëjmë një përkrahje botimeve dhe studimeve gjuhësore për ta promovuar kulturën dhe historinë rome në media e në jetën publike, për ta fuqizuar apo për t'i fuqizuar të rinjët rom që të krenohen me gjuhën dhe identitetin e tyre, sepse kur një gjuhë ngrihet, ngrihet edhe një popull. Kur një gjuhë dëgjohet, dëgjohet edhe zëri i komunitetit. Dhe sa për mbyllje, në emën të kësaj dite të shënuar ndërkombëtarisht, le të punojmë së bashku për një të ardhme ku gjuhët minoritare të mbrohen, ku kultura rome të njihet e të respektohet, dhe ku identitetet të mos jenë barierë, por pasuri për shoqërinë tonë. Edhe një herë, urime dita botërore e gjuhës rome. Faleminderit për vëmendje.
Panglodive Romana Cibiaco, iniano ververutne tana kosovake realizisajle ververutne aktivitetja, vašo se vepi kajte manifestingjol olumjako dive Romana Cibiaco. Inani Prishtina, numa injani prizren realizisajle nesave aktivitetja, vaš o manifesti pe akale divesko. Ponakipe ka dikaj gatisarni historia vaj kronika kotara mare kolegija kota Republiku në Radio Televizija Kosovaki, ka e realizingje storije vaš o aktivitetja ka organizisajle ini Avral i Gjakovaci komuna. Dika historia ta i naramen paljem a në studio. Kopalune Besha, ponj novembri, ramingjola injani Kosova e ververutne aktivitetjencar. Ministri Eduki Paski organizingja tryali mez ano Prizren, vash të diskutinen, vash o sfide taj planja, ano institucionalizi pe Romana Cibiaco, ano Eduki Pasko sistemi. Pra dhe Ministri i Arsimit e kremton, e feston përmes aktiviteteve të ndryshme, sot me ju, tryezën e rumbullakët, ndërsa me nxënës Urma Menekshë, mësuesja e gjuhës rome, ka përgatitur gjithashtu aktivitete edukative dhe artistike me nxënës e klasave të cilët e mësojnë gjuhën rome si gjuhë fakultative. Pra është një kënaqësi e veçantë pra që ju shoh dhe ju mi pres nga zemra në këtë takim që organizohet nga Ministria e Arsimit, konkretisht nga Divizioni për arsimin e komuniteteve, lidhur me këtë ditë të veçantë lidhur me 5 nëntorin. Tema e këtij diskutimi është përdorimi i gjuhës rome në institucionet e shkollore, pra në vendin tonë. Qëllimi i këtij takimit është marrja e informacioneve të sakta dhe të verifikuara për plotësimin e materialeve ekzistuese, të teksteve shkollore gjithashtu, të hartuara për mësimin e gjuhës rome, në këtë drejtim për plotësimin apo risi të reja si nevojë nga përfaqësues të komunitetit rom që të plotësohen materialet e ekzistuese si plan programi i mësimit gjuhës rome dhe tekstet shkollore, Ministria e Arsimit i ka pranuar disa ekspert, 3 aktualisht, 1 të komunitetit rom dhe 2 të komunitetit shqiptar që kanë shkollim universitar. Pra në nivel qendror, Ministria e Arsimit përmes Divizionit për Arsim të Komuniteteve është angazhuar që të avancoj përdorimin dhe mësimin e gjuhës rome në sistemin e arsimit të Kosovës dhe ka hartuar politika që synojnë përfshirjen, barazin dhe zhvillimin e arsimit për të gjitha komunitetet, duke i dhënë gjuhës dhe kulturës rome vendin që e meriton. Aktualisht jemi në fazën e rishqyrtimit dhe të hartimit të ri të planit dhe programit mësimor të gjuhës rome, i cili do të bazohet në kurrikulen e re të Kosovës. Pra ky hap i rëndësishëm dhe thelbësor për të përmirësuar cilësinë e mësimit dhe për të siguruar që gjuha rome të mësohet sipas standardeve bashkore të arsimit, është pra një çështje që duhet të diskutohet sot. Bahtalo Lumniako dive e Romana Cibiaco. Bravo. Më vjen mirë dhe kam kënaqësinë që jam sot mesin e juj këtu bashkë me ju. Ministria e Arsimit e ka pa këtë ditë si një ditë shumë të rëndësishme dhe kemi marrë iniciativë që të organizojmë disa aktivitete në kuadër të kësaj dite të rëndësishme për komunitetin rom. Dhe njëra ndër aktivitetet është që kemi fillu sot me aktivitetin e parë është kjo truezë e përbashkët me juve. E dim se dita botërore e gjuhës rome ka për qëllim promovimin e gjuhës, kulturës dhe të arsimit. Më herët kolegja i përmendi edhe disa çështje tjera që kanë të bëjnë me këtë ditë apo me qëllimin e kësaj dite, që unë mos të hy andej të përsëris edhe një herë ato fjalë, vetëm se edhe një herë në emën të ministrisë ju uroj këtë ditën e 5 nëntorit, ditën e gjuhës, ditën botërore të gjuhës rome. Unë sa e di është dita botërore, ashtu quhet, dita botërore e gjuhës rome.
Kjo festohet edhe në shumë shtete. Kjo ka dalë nga UNESCO-ja si që dim, që është caktu data në 2015 si duket. Fillimisht ka fillu nga 2009 që të festohet, mandi nga 2018 veç ka hy ashtu edhe në shumë shtete që të festohet dhe është përcaktuar kjo ditë nga UNESCO-ja 5 nëntori që të jetë dita e gjuhës rome. Dhe kështu që edhe ne në Kosovë ka disa vite radhazi që veç se e festojmë këtë ditë. Është një ditë edhe festive, por edhe ditë që ne duhet të bashkë bisedojmë bashkë me ju edhe për gjuhën rome në Kosovë. Si që dim, gjuha rome ka marrë edhe statusin e gjuhës në përdorim në komunën e Prizrenit, e më herët edhe në komunën e Graçanicës, pra në këto dy komuna është në përdorim zyrtar, nuk e di sa është duke u zbatuar, mirë po është një avantazh që është në përdorim zyrtar, ka hy në atë status e ka marrë, dhe besoj që me kohë gradualisht edhe do të merr edhe atë meritën që e ka në këto dy vende, ndoshta edhe në vende tjera ku kemi shumicë të komunitetit rom në Kosovë. Sa i përket arsimit, unë besoj se edhe në arsim viteve të fundit kemi zhvillim në arsim, ndoshta jo të mjaftueshëm, ndoshta ende duhet të bëhet shumë, padyshim, por mendoj se është punuar dukshëm dhe shohim që ka edhe një zhvillim, ka edhe një interesim më të madh të komunitetit rom për arsimin, ka vetë disim më të madh tani për vjushmërinë në arsimin parauniversitar në atë universitare tjera. Pe 8 novembro, anisala atelja e Ternenge Palatesco ani Prishtina, adike dilo barvalo koncerti ano ramje lumjake divesko e Romana Cibiaco ta e Romana Culturaco. Ani le parni rat, performinge o pengiardo romano artistico dall'Italia Santiano Spinelli e gruppa Alexian, che tane per assemblea. Spinelli, si ek muzikanti, poeti ta e pedagogi e mashkartemutne renomea. Kova contribuinge de gatiențar ano promovi pe Romana Culturaco ani lumia. Acava concerti, mașcare muzica anghea vie exoralo mesaji vaș incluzia. Goia veripe, tai culturuno baricani pe, keripa acava ovipe ek bibistar de rakendar vaș sao gene cola cameno arti. Acava concerti, realizinga organizația Folea, eraina Giuzele Șaliani, ta eraina Besa Luja. Rruga jonë s'ka fund, s'ka pushim e as kthim. Era na tregon për ralla dhe pemët na japin hije. Mangena o gjene pes këndura aldora, daren pe amari gili, daren pe amaro ilo, so dikhel buti, so kerel çuço. Mrojilo, asal. Ne som loshalo kadikav amare manusha akate kasi organizime. Ka krene buti, krene promocija, sin media, mass media, ka krene bitumen, pa krene stereotipa. Havenman, ka vasi bushuka. Kada va te vela andi sasti lumia, andi sasti Europa. Tu mesin esempio ma bi edukime Roma. Havesma, si but Roma canaggiana di scuola. Cava a Rovelem Rodilo pedava. Sos che emarginazia a me va sabri, catar emarginazia, tai discriminazia, tasem Roma si cavde. Tasem Roma che crede scuola. Ti jasan di scuola. Biscola, na stikras në kanç. Si ma jek po që pe Santino, a me si jam buta malat, duleske karaptu sar Santino moro. Va, normalo. Si but berçal prana ka prendjana zamen. Sili pareste dove jek to ki lista. Sar sosine Reinhardt, sar sosine Avera, sili pareste tu ke dove angluno.
Buqasës o Tukeres. Më pra, Gjanes, me ljom, li kjo më so kërdje, Anglala va ver Roma, sar Ezma Rajepova, me bashkë Malasa, andi Podgorica, bud besha Anglal. Me sar rappresentantora Qatar Europa, Mingra Europa, Western Europa, ta Ezma, andi che Europa ko progetto, voi sas rappresentantora sar Balkanic. Balkani ist Europa, a me crediem concerto andi o teatro andi Podgorica. Vi credem shuniom lat, bushuka, viera bila, aver bari si artista andi Repubblica Ceca. Paco Suarez andi Spagna. Me pasce bud jene, bud la cea artista, rom artista. Ta dinieman pativ. Pativ ta sem rom. Kabor sara si baro barbaripe, mascaralamente. Baro stilo, bud stilo si flamenco, jazz manouche, East Europa, balcanica, jane. Bushu cara mari musica. Ta si mesom lo chalosos che prinjardiom bud la ce musicanto. Bashayom che tane bare musicanto. Chavolo Smith. Tu prinjare so si Chavolo Smith pro jazz manouche. A me bashayem. Che bud je. Kavat di niemande je che sarte penam Giandipemo prav. O Giandipe so credie mai anglal amare bare manouche si leggenda. Django Reinhardt si leggenda, Amari Penuri, Esma si leggenda, Viera Bilà si leggenda, Javesman, andi Spagna, Camarón de la Isla si leggenda. Asos che andi sa wacht. A me a crediem sette pena bari artista. Romani Cip ani Kosova si to penjardi ano oficionaluno vastipe. Ani Gračanica, taj Prizrenovski komuna. Paše romane medienge e romani Cip ciklolapi ini ano fakultativuno siklipe, ano štar fundune škole ani Prizrenovski komuna. Va pakvaleli kamne alam vjana agor pandare ke misiako gjivdi petu menca, pakjavi peaka e uladilen qalar de amenca. Avdivan oramja meri misiako, realizingjam jek debata vaj intervista vaj kronike kotaro tereni, vaš o manifesti pe 5 novembresko lumjako dive Romana Cibjako, sarkaj diklamini kotaro gatisarne storije realizisajle nesave aktivitetja ni Kosova, vaš u sebepi kajte avokingjol numa inite promovingjol tajte manifestingjol o lumjako dive Romana Cibjako 5 novembri. Akale emisjasa ini agorina o emisije gatisarne interviste vaj emisije vašo bërsh 2025, ka janorami akale aktivitet jengo numai emisiengo oresa kajte promovina mari gogli Romani Cib anorami emediența numai ek baron aisipe vaša kava ini vaša maradonatoresco kaj dingamen pico kaj o emisie gjivdi petu menca te piravgion inano bërsh 2025 Anoramie kanaliesko TV Syria ni Gjakovaci komuna, amara donatori o emisija OSB ani Kosova, ka kana budari bësha dolpiko vaši emisija gjivdi petu menca, kaj te transmitingjolo anë lokalune medije e Gjakovake, taj vaša ka vamanga vjek barona isipe emisijasa OSB ani Kosova, kaj piko inel taj del avazo vašo romano komuniteti, anorami e medijengo ani Gjakovaci komuna. Numai në sebepi kaj siama në dive deshushov dive aktivizmi mamu i violenca ani familia, karavsa e dikavnen numai ini e romane komunitetje, kaj te vazdinen piro avazo, taj te den avazo mamu i violenca ani familia, te raportinen ola në lokalone institucije numai një averu në institucije kaj panglona kalete maso, vashu sebepi kaj sakoja familia, trobulta vol gjivdi, taj aktivni anorami e raporti pasko akala negativuno fenomenesko, kaj si to prezenti ini anamari diz, numai ini anamari anotan e Kosovako, taj samen trubute vazda maro avazo,
te raportina cava fenomeni taitava kotor e javeri pasko e situațiako ini chiamaro comuniteti. Gjipe amrave no termino na isipe initu mengo pakvale di kamne kai sakova versie na pasha amende anoramie misiako giv di petumența le de ingen amența va realizi pe acale misiengo numa ini pico ingen tai recomandingen ververut ne teme kai te realizi na anoramia mare misiako giv di petumența. Numai ekbarona isipe ini televiziako syri kai dingyamen kotor anoramia kale televiziako kai te transmitina mare emisie giv di petumența na okava bërsh numai pakiave pe aka na via no bërsh 2000 bishushov amen kapirava mare emisie tai sakova ver kava pasha tumende kai te vazdina amaro avazo vasha maro komuniteti numai ini te informina tumen pakvale dikamne petumari dayakiri chip kai sito i romani chip. Gipa mare aveno termino, o venisa ste tumen tai tumari familia.